të shëja, I keni aty, do futeni dhe do shikoni që janë gjyqje të bëra publik. Nuk e kuftoj dot gjykatën me një vendim antikushtetues, antikushtetues është, dhe thotë që ne nuk do ta shfaqim publikisht këtë proces gjyqësor. Kur I pandeuri vet, shfaq dëshirën, shfaq të gjithë me çfarë ai dëshiron dhe ti mos ja plotësosh, nuk e di vetëm gjykata a mundet. Ju do t'ja bëni këtë pyetje gjykatës, do t'ja bëni KLG-s, do t'ja bëni ministrit drejtësisë dhe do t'ja bëni të gjithë ndërkombëtarëve të cilët ne na tregojnë se sa e mirë është kjo drejtësia shqiptare. Dhe ata ndërkombëtarët, unë do t'i ftoj, do bëj një letër që të vinë seancën tjetër të shikojnë presidentin e Republikës mbyllur në kafaz. Kjo është e papranueshme. Klodi, është e papranueshme. Ju gazetarët, shiko, ne avokatët kur flasim, ne paragjykohemi sepse mendohet që ne kemi konflikt interesi. Jo, ne nuk kemi. Shiko, dëgjoj zoti Çakrani për futur kamerat. Unë ju falenderoj. Për temisinë që kam me ju falenderoj për punën tuaj ju që kaq I keni, por problemi qëndron që është e papranueshme sot në vitin 2026 që ti të mbash mbyllur në kafaz presidentin e Republikës, kryetarin e bashkisë dhe çdo funksionar tjetër, sepse aty humbet nuancën e të qenit një shtet I së drejtës dhe besh diskriminues. Ju e mbani mend. Unë prandaj ju referova dhe gjykatës, sepse vetëm këto sjellje e bënte vetëm I Sisi 10 vite më parë në Siri, mbani mend, besoj, kur I arrestonte dhe I shëtiste në kafaz nëpër qytet. Unë nuk di rast tjetër, në Kosovë pat javën e shkuar përfundoi një proces gjyqësor me burgim të përjetshëm, dhe ai individi u gjykua në të gjithë procesi gjyqësor në krah të avokatit të tij. Më gjeni një precedent tjetër në Evropë dhe ja bëni pyetje gjykatës. Ja bëni pyetje atyre palaçove të Këshillit Lart Gjyqësor, atyre se ata më palaçot janë Këshilli Lart Gjyqësor, që shikojnë një shkelje kaq të rëndë të kushtetutës dhe të konvencijës europiane dhe rrin atje në zyrat me kondicioner dhe nuk flasin një fjalë të vetme që shkelje liri dhe të drejtat e njeriut. Si mundet një president republike të rrin mbyllur në kafazin e Qelçës? Por më thoni një rast të dytë dhe unë të hiqem nga të gjitha kërkesat e mia. Prandaj jam I asaruar sot, ndoshta unë jam çik më I ndjeshëm për liritë e drejtat e njeriut, qoftë dhe për vokacionin tim familjar, por është e papranueshme kur këtu në të gjithë e Surini 100 vite shtet janë bërë të gjitha edhe në kohën e mbretërisë, kur u gjykuan në 35-ën dhe në 35-ën, kur mbreti Zog gjykoi ata të revolucionit të Fierit, I ka bërë gjyqje të hapura publike, s'kish media atëre, por janë bërë publike. Vetëm në Shqipërinë e 2026 të reformës së re në drejtësi që ja thash në gjykatës për turpin e këtyre deputetëve dhe kësaj shoqërie që pranon një diskriminim të tillë, sepse sot është presidenti, nesër do jetë Edi Rama, pastaj do jetë dikush tjetër aty. Dhe kështu që unë mendoj dhe besoj që ju do ta vazhdoni këtë betejë. Kjo është betejë për dinjitet njerëzor. Nuk është betejë as për kujtim Çakrani, as për zotin Meta. Është betejë për dinjitetin njerëzor, Klodi. Dhe ti duhet ta vazhdosh këtë betejë. Faleminderit. Zoti Blushi, si komentojnë zhvillimet e sotme në seancën gjyqësore? Nuk mund të ketë asnjë surprizë dhe nuk kishte asnjë surprizë nga gjyqtarët e betimeve të Lana. Ky është niveli I gjykatës. Së pari, besoj është e papranueshme fakti që mediat u nxorën jashtë. Jemi në vitin 2026 dhe kemi një gjykatë që nuk arrin të garantoj standardet e gjykatave të 30 viteve më parë. Ju kërkuat prova dhe kërkuat precedent. Fatosnano në gjyq u transmetua live dhe nuk ishte në kafaz Qelçi. Të akuzuarit për krime kundër njerëzimit, gjyqi Nurembergut. Persona me rrezikshmëri të lartë botërore nuk ishin në kafaz Qelçi. Doni shembuj të tjerë të dënuarit për vrasjen e liderit të demokracisë, Azem Hajdarit, nuk ishin në kafaz Qelçi. Keni gjyqet e bllokmenve, Aranit Çelën, Nexhmi Hoxhën, Ramiz Alin, asnjë prej tyre nuk ishte në kafaz Qelçi.
Keni gjyqin e 2 prillit. Masakrën e 2 prillit. Pra persona që kanë qenë të akuzuar për krime kundër njerëzimit, asnjë prej tyre nuk ka qenë në kafaz Qelçi. Por sigurisht, një gjykat e Lanës të tilla standarde mund të garantoj, një gjykat që ka frikë nga mediat, edhe gjyqet e Enver Hoxhës, kush nuk e mban mend, mund t'i shoh në YouTube. Atëherë nuk ishte media, por ama vendoseshin megafon për t'i dëgjuar të gjithë, apo jo, se çfarë ndodhte në gjyq. Tani mediat në 2026, në një gjyq fund e krye dhe në një proces fund e krye politik, sigurisht që bunkerizimi i këtij procesi, a mund të ketë një proces të bunkerizuar pa media? Më thoni më. Ku edhe deputetëve ju hiqen celularët dhe gazetarët lihen me celular në sallë. A është gjyq publik? A ka interes, nuk është rregull i gjykatës i dashur, kur një gjykatë e vitit 2026 nuk garanton as standardet e gjykatave shqiptare të 30 viteve më parë. 2 prillin, gjyqin e bllokmenve, vrasjen të dënuar për vrasje, janë të dënuar sot me burgim të përjetshëm. Seancat janë transmetuar live dhe të akuzuarit kishin mundësi të mos ishin në kafaze hekuri. Por sigurisht një gjykat me këtë nivel gjykatësish, këta janë gjykatësit e Lana. I ka paralajmëruar zoti Meta 4 vite më parë. Nivelin e gjykatësve të Lana, të cilët sot nuk garantojnë as transmetimin live, po ku ka sot proces gjyqësor me interes më të madh dhe ku ka sot funksionar më të lartë publik krahasuar me zotin Meta, ish president Republike, ish kryeministër dhe ish kryetar parlamenti. Përse trembet gjykata nga transparenca? Unë po bëj një betejë për ju. Kjo është betejë për ju. Duhet ta ngrini ju zërin për të transmetuar live dhe një seancë e cila sigurisht apo jo u shty, sepse në çdo seancë do të gjendet një artific në mënyrë që Ilir Meta të mbahet i burgosur politik sikundër po mbahet, dhe një proces i cili sikundër e kam denoncuar vetëm mbi pa fakte dhe prova ligjore, ka nisur me ata nivel kallëzueshës që ju besoj jeni të qartë se cilët janë. Ish presidenti i Republikës ka bërë disa herë thirrje publike për pranimin në këtë sallë ditën e sotme të trupeve diplomatike në Tiranë. Ndërkohë që edhe ju e bëni kërkesë para nisjes së seancës, ndërkohë që nuk u pa në përfaqësi diplomatike si publikën sa më gjyqi. Keni komente këtu? Unë nuk jam zëdhënës dhe nuk kam qenë kur zëdhënës i ambasadave, të cilës do lloj ambasade, me gjithë respektin për to. Nuk e kam ushtruar kur këtë funksion. Po, jam krenar, kam qenë zëdhënës i presidentit të Republikës së Shqipërisë, i një kështjelle që bëri gjithçka mundi në atë kohë për të garantuar pavarësinë e një sistemi gjyqësor i cili e pat sot se çfarë standardesh ka. Nuk kam qenë kur zëdhënës i ambasadave, nuk kam mbrojtur kur interesat e asnjë vendi tjetër, me gjithë respektin përveç interesave të vendit tim. Ne kemi për detyrë të ftojmë të gjithë ata të cilët janë mashtruar ose kanë preferuar përse zgjodhën të mos vinë dhe të mos e pranojnë. E thash, nuk jam në pozicionet e zëdhënësit të asnjë, nuk e kam patur kur këtë funksion, edhe nuk kam dërmend ta kem kur këtë funksion, do të jem vetëm zëdhënës i mbrojtjes së interesit publik dhe interesit kombëtar, por është e papranueshme, është irrituese në radhë parë për ju gazetarët që një proces i këtij niveli të bunkerizohet dhe qëllimi i bunkerizimit është një dhe vetëm një, për të mos dalë në dritë të diellit arsyet e vërteta të atij rrëmbimi, jo thjesht dhe vetëm mafios, por një rrëmbimi gjeopolitik. Sepse Ilir Meta ndodhet sot i izoluar politikisht, sepse ka kryer në fakt një gabim. Ka mbrojtur interesin kombëtar, ka mbrojtur kufit e Kosovës. E mbani mend kush e bëri studimin e fizibilitetit për ndarjen e Kosovës. Shoqata e Sorosit me Selim Beograd. Dhe ka edhe një gabim tjetër që ka mbrojtur integritetin dhe sovranitetin territorial të Republikës së Shqipërisë, sepse jo më kot dhe kallëzimi i regjistruar ndaj tij apo jo
dhe i gjithë procedimi u regjistrua, kur sapo kishin nisur përplasjet e forta publike, ti mos jarojmë rrethanat të presidentit të Republikës me kryeministrin. Sot pam atë që ne kemi unë vetë, ndoshta avokatët surprizojnë, unë nuk kam asnjë surprizë nga gjykatësit e Lanës, asnjë surprizë, zero. Dije që do mundohen të bllokojnë, të hermetizojnë një proces në mënyrë që të mos dalin në dritë të diellit ato të vërteta, të cilat janë të pamohueshme. Zero provë, zero fakt penal, zero mesazh, zero qindark, zero pasuri e paligjshme. Ilir Meta sot është një i burgosur politik. Dhe kjo është arsye pse kemi këtë nivel gjykate, e cila as ju nuk ju mundson, apo jo tani ju duhet të bëni interpretime se çfarë ndodhi sot në sallën e gjyqit, kur interpretimet nuk kanë vend në një sallë gjyqi. I gjithë seancat të transmetohet live, të gjithë shqiptarët t'i shohin me sytë e tyre ku i kanë provat këta banditë, se janë banditë, se nuk mund të sillesh në këtë mënyrë me një qytetar të thjeshtë të Republikës dhe jo me një funksionar të lartë publik, i cili ka ushtruar e theksoi 3 detyrat më të larta shtetërore. Ju sjell në vëmendje edhe një herë gjyqin e Nurembergut, të akuzuar për krime kundër njerëzimit, asnjë nuk mbaheshen ka pas, gjithë seancat janë transmetuar. Flas këtu e 60-70 vite para. Të rikthehemi te pluralizmi, me që nga kolegët tuaja pyeti avokatin Caknin dhe tani u largua. Shikoni gjyqin e 2 prillit, shikoni gjyqin e bllokmeve, shikoni gjyqin e Fatosnanos, shikoni gjyqin e të dënuarve për vrasje. Faleminderit. Faleminderit.